Një ditë e dedikuar promovimit e identitetit, kulturës dhe historisë së këtij komuniteti, si dhe ndërgjegjësimit kundër diskriminimit dhe paragjykimeve. Me këtë rast, Bashkia Korç organizoi një tryezë diskutimi, ku u trajtuan sfidat, arritjet dhe nevojat për integrim të mëtejshëm në shoqëri. Së bashku me zyrën e Komisionerit kundër diskriminimit, kemi zgjedhur një temë edukimi dhe fuqizimi i vajzave dhe grave të komunitetit egjiptian. Jo pa qëllim kemi zgjedhur gratë dhe vajzat, sepse në qoftë se ne forcojmë një grua dhe një vajzë, besoj se ajo shërben në familje, ndikon në familje dhe në komunitetin. Këtu jemi jo vetëm për të promovuar ato kontributet që në fakt ka dhënë komuniteti egjiptian, por edhe për të thënë ato sfidat në fakt që mbeten ende, përsa i takon arsimimit, punësimit, strehimit, përfshirjes sociale. Një dëshmi konkrete e integrimit dhe suksesit profesional u prezantua nga specialistja e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi e levatare, e cila ndau përvojën e saj dhe rëndësinë e krijimit të mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët. Gjatë punës institucionit tonë të Komisionerit, i cila ka filluar në rajonin e Korçës që në vitin 2017, me kemi hasur problematika të ndryshme të cilat kanë qenë në fushën e strehimit, arsimimit, të punësimit dhe marrjen e shërbimeve. Të themi për në fushën e arsimimit ka qenë problematika më e madhe që dhe sot e kësaj dite po është hartuar një plan për desegregimin e shkollës Naim Frashëri, e cila ka qenë një shkollë e frekuentuar vetëm nga fëmijë të komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian. Rasti është ngritur nga vetë gratë e këtij komunitetit, kjo tregon që ato kanë arritur të ndërgjegjësohen. Kjo ditë shërben si një thirrje për më shumë tolerancë, respekt dhe vlerësim të diversitetit kulturor, duke promovuar mbrojtjen e të drejtave të komunitetit egjiptian dhe njohjen e kontributit të tij në zhvillimin e shoqërive ballkanike.